Në dhjetor të vitit 2018, pas protestave më të mëdha studentore në dekadën e fundit, qeveria shqiptare shpalli paktin për universitetin. Financimi është garantuar. Brenda financimi përkatës për tarifat, do të jetë brenda fondit të arsimit, planimi është shumë i qartë. Unë do të udhëheq protestën e studentëve. Ju mund të qeshni, por shumë shpejt do shikoni që do ta kap dhe protestën siç kam kapur gjithë të tjerët. Studentët kanë kërkuar disa gjëra të arsyeshme, por operacioni duhet të shkojë shumë më thellë dhe reforma duhet të shkojë shumë më thellë. Një listë premtimesh që do të ndryshonte arsimin e lartë, tarifa më të ulta, konvikte më të mira, më shumë bursa dhe më shumë zë për studentët. Pakti parashikonte rritje të buxhetit për arsimin në 5% të prodhimit të brendshëm bruto, ulje deri në 50% të tarifave për të gjithë studentët, bursa për ekselentët dhe ata në nevojë, investime në konvikte dhe kampuse universitare, si dhe pjesëmarrje reale të studentëve në bordet e administrimit. Por 7 vite më vonë, pakti është shndërruar në një kujtim politik. Shumica e premtimeve mbetën në letër. Në vitin 2019-2020, pati disa hapa, tarifat u ulën pjesërisht për ciklin e parë bachelor, u dhanë disa bursa për studentët me mesatare të lartë, disa konvikte në Tiranë u rikonstruktuan dhe në 2019 doli karta e studentit e vlefshme vetëm për kryeqytetin. Por përfaqësimi i studentëve në bordin e universiteteve mbeti formal. Fondet për kërkimin shkencor, pothuajse simbolike, më pak se 0,2% e prodhimit të brendshëm bruto. Pas vitit 2021, premtimet u përsëritën në çdo fushat. Në vitin 2022, u miratua bonusi për studentët ekselent që punësohen në administrat, por shumë pak përfituan. Projektet për kampuset universitare u vonuan, ndërsa bursat shpërndahen pa transparencë. Buxheti për arsimin në 2025 u rrit, por mbeti shumë larg për objektivit 5% të prodhimit të brendshëm bruto. Biblioteka digjitale e premtuar, ende jo funksionale në nivel kombëtar. Në një dekadë, numri i studentëve është përgjysmuar nga 174.000 në rreth 93.000. Arsyet, tarifat e larta, mungesa e praktikave, laboratorëve dhe kërkimit shkencor, por mbi të gjitha emigracioni masiv. Në një sondazh të Ministrisë së Arsimit, më shumë se gjysma e studentëve të pyetur shprehen të pakënaqur me kushtet dhe mungesën e mundësive. Sot pakti për universitetin ekziston vetëm në letër. Një kujtesë se premtimet e mëdha nuk mjaftojnë nëse nuk shndërrohen në politika të vërteta për studentët.